Jemi këtu në fshatin Bajqin në komunën e Podujevës, ku së fundmi është larguar një plak lagjeje me emrin e rrugës Rifat Sogojeva. Edhe pse disa qytetarë kanë refuzuar të flasin para kamerës, ata kanë dhënë informacione jashtë kamerës duke pretenduar se personat që e kanë larguar tabelen mund të jenë familjar të martirit. Megjithatë, këto mbetën vetëm pretendime përderisa deri më tani nuk ka asnjë konfirmim zyrtar nga institucionet përgjithëse. Lidhur me rastin ka folur edhe zëvendësi i komunës së Podujevës, Fatri Xhitia, i cili ka deklaruar se nuk ka asnjë informacion.